Edhe pse është e njohur si Dita e Gënjeshtrave, 1 prilli 2025 ka sjellë një lajm të mirë për banorët e Pogradecit dhe të gjithë shqiptarët, të cilët do të kenë tashmë mundësi të lëvizin drejt Maqedonisë së Veriut me policinë e sigurimit kartoni jeshil me fat 1 vjeçar, me çmim të reduktuar vetëm prej 50 eurosh. Kjo është masa e dytë që ndërmerret në një hark të shkurtër kohor për lehtësimin e lëvizjes së qytetarëve shqiptar drejt vendeve kufitare, saktësisht pas vendimit me Malin e Zi. Ky vendim mbështet lëvizjen e qytetarëve duke ulur kostot dhe nxitur shkëmbimet ekonomike me fqinjin ton juglindor. Shoqëritë e sigurimit do të ofrojnë në të gjitha pikat e shitjes policën e sigurimit kartoni jeshil për autovetura me afat vlefshmërie 1 vjeçar për Maqedoninë e Veriut dhe për Malin e Zi, si dhe do të vijojnë të ofrojnë edhe kartonin jeshil me afat vlefshmërie 15 ditor me çmim 15 euro. Kartoni jeshil është një dokument sigurimi ndërkombëtar që mbulon përgjegjësinë e drejtuesve të mjeteve me targa shqiptare në rast aksidentesh gjatë qarkullimit jashtë territorit të vendit tonë.